Baçi dhe zoti Arjan Ndohi. Faleminderit zoti kryetar, më në fund respektojeni radhën dhe sipas pulsantit që keni aty në faks dhe ne zbulojmë kur radha kalohet. Gjithsesi, unë jam mësuar me këtë se e kam pasur historikisht. Nuk duhet të zgjatem shumë, por unë do të thoja që kjo seancë në fakt ka dalë nga shinat e rregullores dhe kjo përgjegjësim bie mbi juve, zoti kryetari i kuvendit. E para dhe e di pse, dhe a e dini pse, zoti Peleshi. Në fakt kjo seancë po shqyrtoi dhe votoi 2 projekt vendime, i ktheu në vendime, Komisionin Zgjedhor dhe Komisionin Territorial. Kemi institucionet e pavarura që duhet të raportojnë, por me thënë të drejtën ne duhet të themi që kjo seancë sot nuk duhet të ishte fare në rend ditës për këtë gjë. Në rendin e ditës sot duhet të ishte ajo çfarë përcakton rregullorja. Kemi qenë në javën e gjelbër, një javë, dhe sot ne do të diskutonim për problemet për zgjedhësit. Problemet për zgjedhësit, zoti Balla, të lutem shumë, mos u tall me zgjedhësit. Mos u tall me zgjedhësit. Mos i ofendoni ata se është dita e tyre sot dhe ju i ofendoni se vetë thatë që kemi 12 orë debat dhe pas 12 orësh, ora po vete 12 tani në orë 24 i bie të dëgjojnë zgjedhësit atë çfarë ne kemi parë gjatë javës. Pra, që këtu fillon mungesa e seriozitetit, shkelja e rregullores nga ana juaj, bërja formal e seancave dhe doni të keni në formalitet edhe raportimin e institucioneve pavarura. Dhe më bën përshtypje një gjë, po si ka mundësi mor kolegë të mazhorancës? Çfarë ju duken juve ata atje të paaft për të përgjigjur që ju i mirni në mbrojtje që mos të përgjigjen me gojë atje dhe pyetjet mos të dërgohen me gojë? Por pse është bërë kjo ndarje sikur institucionet janë të Partisë Socialiste të mazhorancës dhe opozita që ka kundërshtare? Jo zotrin, jo. Institucionet u them janë pavarura, janë të shtetit shqiptar, nuk janë tuaja. Juve shfaq një servilizëm përpara tyre ose frikë, një nga këto të dyja. Zgjidhni dhe mirni. Dhe më vjen keq ajo zonja parafolse aty, ato gjellët që servirni ju nuk mund t'i ham ne, mund t'i hani vetë se jeni mësuar me gjellë të tilla. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ndohi ndjes sipas radhës zoti Boçi.